Pse mendoni që fjala e Zotit është Kur'ani? Ka libra dhe profet shumë më të vjetër, thot se ai. Allahu subhanahu wa ta'ala kohë pas kohë ka dërguar pejgamber, ka dërguar profet. Po ashtu, disave prej tyre u ka zbritur edhe libra. Dhe ne si musliman i besojmë gjithë profetët e Zotit gjithësisë. Besojmë edhe vullën e profetëve Muhammedin a.s. Po ashtu Zoti i gjithësisë kohë pas kohë ka zbritur libra. Besojmë se Musait, Zoti i gjithësisë, i zbriti Teuratin, Daudit Zeburin, Isait, Ungjillin, profetit Muhammed paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, Kur'anin. Librat para Kur'anit njerëzit i kanë ndryshuar, kanë shtu dhe paksu në to, ndërsa Kur'ani është original siç ka zbrit prej të madhit Zot. Nuk ka në të kontradita. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an, ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Është zotuar Allahu i lartësuar që do ta ruaj. Kështu që nuk është çështja me vjetërsi, se gjitha janë prej të madhit Zot, por tjerat i kanë ndryshuar njerëzit, Kur'ani është i pandryshuar.